Tirana është përfshirë nga 2 ngjarje të njëpasnjërshme zjarri në orët e para të mëngjesit dhe paraditën e kësaj të diele. Në të dy rastet janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar apo viktima. Ngjarja e parë është regjistruar rreth orës 3:25 të mëngjesit, kur një lokal në kryeqytet është përfshirë nga flakët. Sipas informacioneve paraprake nga policia, dyshohet se shkaki i zjarrit është bërë një defekt teknik në sistemin elektrik të lokalit. Për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve dhe materialeve të djegshme brenda ambienteve, lokali është djegur pothuajse tërësisht, duke u shkatërruar në mënyrë totale. Shërbimet e zjarrfikseve dhe forcat e policisë mbërritën menjëherë në vend ngjarje, duke ndërhyrë për izolimin e flakëve dhe për andalimin e përhapjes së tyre në zonat përreth. Aktualisht po vijojnë hetimet për të përcaktuar saktësisht shkaqet dhe rrethanat që çuan në shpërthimin e flakëve. Ndërkohë një tjetër zjarr u regjistrua disa orë më vonë, rreth orës 9:45 në zonën e Shkozës, ku flakët përfshin katin e tretë të një banese. Në momentin e rënies së zjarrit, banorët ndodheshin brenda në apartamente, por falë ndërhyrjes në kohë të policisë derë zjarrfiksëve, u bë e mundur evakuimi i tyre pa pasojë për jetën. Zjarri në këtë rast ka shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa grupi hetimor dhe specialistët e zjarrfiksës po punojnë për të përcaktuar me saktësi shkakun e zjarrit.